është mesatarja e dalës në çdo palë zgjedhje nacionale në Kosovë. Ajo çka është duke ndodhur është dramë e jashtëzakonshme në Prishtinë, kemi paralajmëruar edhe në intervistat tona. Kur thua dramë, çfarë nënkuptoni? Rezultat shumë i ngushtë mes 3 kandidatëve që nuk do të dihet deri në momentin 19, deri në orën 19 se kush do të jetë i pari, kush i dyti, kush i treti. Në fakt ne e dim një renditje si është momentale, por është aq e përmbysshme sa kushdo që merr guximin për të treguar se cili nga 3 kandidatët, dhe kur po flas për 3 kandidatët besoj e dini në cilët po aludohet, po flas për kandidatin e LDK-s, PDK-s dhe të vetëvendosjes, pra kushdo që merr guximin publikisht në këto momente që të tregojë ndonjë renditje është duke huqur, sepse numri i votave, nëse dallimi në përqindje mes të treve kthehet në numër të votave, atëherë dhe e shet tendencën e qytetarëve në përlagjet Prishtinës dhe zonat Prishtinës se si kanë votuar dhe ku votojnë, dhe ku cili prej kandidatëve e ka bazamentin të themi më të fortë, atëherë i bie që rezultati është krejtësisht i përmbysshëm në Prishtinë.